Në masa të forta e sigurie dhe me dyert të mbyllura, kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Pallatin e Brigadave në Tiranë grupin parlamentar socialist. Çdo automjet që ka hyrë në Pallatin e Brigadave verifikohej nga të paktën 2 pjesëtar të Gardës së Republikës që verifikonin targat dhe personat që ndodheshin në to. Një mas kjo që nuk para është aplikuar në mbledhje të tilla që zakonisht mbahen në godinën e parlamentit përballë kryeministrisë. Mbledhja ka nisur me pothuajse 30 minuta vonesë nga ora 10 që ishte njoftuar, ndërsa kryeministri Rama mbërriti rreth orës 10:20. Mbledhja e cila do të zgjasë deri në orën 15, sipas informacioneve të shpërndara më parë nga Partia Socialiste, pritet të ketë në qendër të saj veprimtarinë e kuvendit dhe përcaktimin e një agjende njëvjeçare në punën e parlamentit, ku prioritet do të jepet realizimit reformave, qoftë ajo zgjedhore e ajo territoriale, por edhe nismave që do të paraqiten nga qeveria apo komisionet e posaçme parlamentare. Pavarësisht se pritej që së paku mbledhja e grupit parlamentar të ishte e hapur në momentin kur kryeministri Edi Rama do të paraqiste objektivat dhe porositë për deputetët socialist, kjo gjë nuk ndodhi, por duket se në momentet e fundit është marrë një tjetër vendim për të mbajtur gjithçka në kontroll larg mediave, duke synuar në këtë mënyrë që çdo rrjedhje informacioni të ishte kontrolluar. Kryeministri ka zgjedhur që fjala apo porositë e tij të mos jenë publike të paktën si fjalimet e zakonshme, edhe pse piketat kryesore pritet të bëhen publike në orët në vijim. Një nga çështjet që mund të prodhoj debat në parlament gjatë sesionit parlamentar është kodi i ri penal i cili ka prodhuar paraprakisht jo pak reagime dhe debate, por gjithashtu nuk do të mungojnë edhe tentativat për të prekur institucionet e drejtësisë, veçanërisht për të ndërhyrë në kompetencat e SPAK-ut, ndoshta duke reduktuar veprat penale që kjo prokurori ka në jurisdiksion.